Një tjetër rast dhune është regjistruar në institucionin e vuajtjes së dënimit në Reç, ku dy të paraburgosur kanë ushtruar dhunë ndaj një punojësi të policisë së Burgjeve, duke kundërshtuar me forca autoritetin dhe duke dëmtuar pajisjen në ambientet e këtij institucioni. Ka qenë vetë Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila ka bërë me dije rastin në fjalë përmes një njoftimi publik, ku bën me dije se do të ketë zero tolerancë ndaj dhunës në sistemin penitenciar. Në IVP Reç, dy të paraburgosur, Francesco D dhe Ardian G, kanë ushtruar dhunë ndaj një punojësi të policisë së Burgjeve, kanë kundërshtuar me forca autoritetin, dëmtuar pronën dhe shkatruar pajisje. Reagimi ka qenë i menjëhershëm. Strukturat më të larta të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve kanë qenë në vendngjarje dhe kanë ndjekur nga afër menaxhimin e situatës. Forcat e sigurisë kanë ndërhyrë me vendosmëri dhe kanë neutralizuar çdo rrezik. Punojësi i dëmtuar ka marrë ndihmën mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Mëtej në njoftimin e saj për shtyp, Drejtoria e Burgjeve thot se janë marrë masat e menjëhershme ndaj dy të paraburgosurve, regjimi veçantë, izolim për 3 muaj, procedim penal për 3 vepra, në bashkëpunim të ngushtë me shërbimin e kontrollit të brendshëm të Burgjeve, si dhe transferim në institucion të sigurisë së lartë. Çdo akt dhune ndaj punojësve të policisë së Burgjeve është i papranueshëm dhe do të ndëshkohet me forcën maksimale të ligjit. Institucionet e ekzekutimit vendimeve penale mbeten të angazhuara për garantimin e rendit, sigurisë dhe mbrojtjen e jetës së integritetin e stafit. Autoriteti i ligjit nuk negociohet, thuhet në përmbyllje të këtij njoftimi. Fatkeqësisht në Burgun e Reçit, ky nuk është rasti i parë incidenteve të tilla dhe ngre edhe një herë tjetër pikpyetjen mbi sigurinë brenda këtyre institucioneve të vuajtjes së dënimit, ku prej tyre bien edhe vetë punojësit e shtetit.